Po shifja atje në TikTok dhe më doli një gos që thoshte 5 gjëra që të doja t'i dija para se kisha bërë filan gjë dhe u futa, po mendoja sa 5 gjëra do doja dija për shumë gjëra. 5 gjëra fix. Po. Okej. Shumë pak. Po për çfarë Klea për shembull do doje? Për shembull, prit se ula dhe i shkruajta, po do ju them vetëm 5 të diçkaje. Po mendoja 5 gjëra që do doja t'i dija para se t'isha bërë bjonde. Se kam plana herë, po për informacion, për kulturë. Sot para se të fillojmë, sot jam bërë me vesh, jam bërë kecat beba. Fiksë e formatin e emisionit. Tani, fillojmë me të parën. Është një proces që do shumë kohë, nuk është një proces, do doja ta dija që është një proces që nuk bëhet ikën atje tani dhe do bëhesh bjonde, do dalësh direkt bjonde platin. Shumë proces i gjatë. E dyta, dëmtimi është super real. Floku do të të bjerë në tokë. Do me thënë ti po thua nuk ka asnjë parukier që thotë që unë ta bëj bjonden mirë dhe floku nuk të dëmtohet. Sa do mirë ta bëjnë ata, do vi një pikë që ajo maja në fund fare do ndahet në 2 pije. Në 2 maja i kemi ne, pa i dy jam bjonde. Me të drejtën dhe mua, shumë më bën flokët kur fillua ti hapja, që ta afrohesh në afër bjondes, po. Dëmtohen. E treta, mirëmbajtja për flokun bjond është shumë më e shtrenjtë se sa për flokun e pa lyer apo kafë. Deficit. A thu deficit? Shampo për dëmtimin. Po, shampo për dëmtimin, balsam për dëmtimin, krem për dëmtimin, për shkëlqim, për hidratim, për gjitha. Një 700 kremra që nuk e di të... Sa mund të shkoj një rutinë për shembull për flok bjond? 400.000 lek. Po. Qyqa? 300, 400, po se një shampo është 20.000 lek. Qyqa? Po sa zgjat? Shampoja një muj e pak 2. Le kremi që kushton një 80.000 lek, një krem që është kaq, që të ndihmon për majë. Nuk do gjykoj me njerëz me flok të vajisur bjond. Mua më kujtoa Ema se tha, i lyu flokët kafe, thash Ema, po çfarë bën? Jo, tha, do i mbaj kështu kur të kem lekë, por moment s'kam Terezita, nuk ja dal dot me moto, sa ka shumë shpenzime. Po ja dilja realisht. Floku bjond. Kremra bli. Faleminderit. Aha, Klea. Se na zhveshi pakisiana. 4. Ngjyra që do kërkosh ti dhe parukierja nuk ka për të dalë në botë njësoj fiks siç e kërkon. Ta dia. Kur, sidomos bjondja. Ti gjithmonë do ta duash ose pak më të ftohtë, ose pak më të ngrohtë. Ose varet nga ngjyra jote e lëkurës, nga tipari. Si ti shef një model aty e thua duhet kështu pa shkon ty ajo apo jo. Dhe gjithmonë të shkon. Gjithmonë përfundon duke dalë nga parukera, duke e shar, duke e mallkuar, duke thënë nuk iki më. Ajo mi nxorri flokët keq. Do të thënë mua ka ndodhur gjithmonë që e shaj, po pastaj shkoj prap. Historia e jetës time. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, duhet të ndryshosh komplet rutinën e kujdesit nga çfarë je mësuar. Je ke një kështu shift. Nga floku kafshë ti, domethënë ke pasur rutinë komplet tjetër, duhet ta ndrosh të gjithën. Të gjithë, domethënë nëse përpara laj me sapun durësh flokët, është do të lash me shampo 40.000 lekë zemër. E çmeshme. Mirë, para se të vazhdoj unë, kam shumë për të thënë. Unë dua një herë të tërheq pak vëmendje për shihet e reja të Bravos që na kanë ardhur nga Raucë. Nja, tani e preferuara ime është këmbë portokall. Unë nuk e di se kush është e preferuara jo, jam shumë kurioztare. Më thoni në komente. Dhe personalisht unë i preferoj shumë sepse janë shumë e shije, të freskëta dhe sidomos për tani në verë që vin ditë nxehta. Kështu që në plazh. Gëzuar. I love this. Nuk naqa për zot na freskoj. Bravo Ema. Tani, vazhdoj unë. Vazhdoj. Hajde Rada. Rada. Që provoj pak të mbaj. Unë do them 5 gjëra që unë do doja të më kishin thënë përpara se të bëja hundën. Tani nuk është më një sekret, ky është sekret joni përbashkët, do ta marrim. Ajo hunda jote të nëntën ka dalë. Hunda jote që s'dia ka ngel sticker, printim, lëvil. Tani e para. Një gjë që ju duhet ta dini është që përpara se të bëni hundën, që hunda juaj pasi të hiqni allçin, nuk është ajo hunda që u tregon doktori në foto. Dhe njëta gjë më ka ndodhur dhe mua, kur bën operimin, doktori vjen dhe të cilat të dy fotot para dhe pas. Hunda jote pasi të hiqesh allçin nuk ka lidhje fare, po fare me atë foton. Është shumë e intur, sikur ke vendosur një trung, një patate në mes të fytyrës. Po, i kam parë ndrejt ato fotot e tua. Faleminderit. Dhe domethënë nuk ka lidhje fare me fotot dhe mund të them që është shumë e shëmtuar në fillim. Shumë e madhe. E vërtet. E madhe. E madhe. Mund e madhe nuk ka problem, tash është zvogëluar. Dhe një gjë tjetër që do doja të na kishin thënë përpara se të bëja hundën, është që ti fillon dhe e kupton formën dhe
realisht si hunda jote është minimumi pas 2 vitesh. Unë I ke kalu 2 vite. Domethënë ti duhet presësh pasi bën hundën që ke për shembull 18 vjet që e pret, që ta bësh. Duhet të presësh edhe 2 vite tjera për të parë hundën që doli. Shiko, e di çfarë ka të bukur? Të bukur. Okej, e ke bër, deri këtu është okej, po e bukura e operacionit të rinoplastikës është që hunda jote ndryshon çdo ditë. Dhe çdo ditë përmirësohet. Pra, kjo është e mira e kësaj, vetëm se minimalisht duhet 1 vit e gjys, 2 që ti të shikosh realisht formën që ajo ka, tamam. Okej. Një gjë tjetër që do doja shumë të ma kishin thënë, është që në fillim nuk ndihet fare si hunda jote. Oh? Jo, ti nuk e fare ndjeshmëri. Domethënë kur bën make-upin ose kur e heq make-upin nuk ndihet asgjë. Është thjesht një gjë e huaj, një trup i huaj. Është e ngurtë. Është shumë e ngurtë, është e mpirë. Dhe unë deri Ti do të thënë ke qenë pa hundë se deri para. po, pa hundse. Dhe deri shumë vonë unë nuk e ndjeja fare marrën e hundës time. Ka edhe raste që gocat nuk marrin frymë, ndoshta të mërshme. Do të paguash lek, po prap bukuria ka sakrifica, unë dhe kur mos merja frymë, pra isha shumë lumtur. Mjafton mos kisha hundën që kam pasur. Deri frymë me gojë, s'ka problem. Po. Edhe një gjë tjetër është që jo muajt e parë, po ndoshta edhe 1 vit, 1 vit e gjys, hunda ka aromë të tmerrshme. Hunda brenda. Do të thënë askush tjetër nuk e kupton, por ti e kupton sepse është aroma e hundës tënde brenda dhe është shumë e shumë. A të duket sikur po vjen diçka erë vërdall te? Po, domethënë në fillim unë nuk e kuptoja, thoja qa është ndezur diçka, qa mund të jetë në një gjë, ke parasysh ishte shumë erë keqe. Derisa më pas, një shoqja ime që dhe ajo e kishte bërë, më thotë që kishte të njëjtën gjë. Dhe këtë Më të bonding aty pastaj. Po, dhe kjo ndodh për shkak se është e parigjeneruar plaga brenda mishit. Dhe Ja. në fund të gjitha këto ja vlen për pasur një hund të re. Unë mendoj që po, kur ti e ke kompleks edhe nuk ndihesh mirë, sigurisht ja vlen edhe nëse nuk merr frymë, prap ja vlen. Por ju Pasi do vdesësh me një hund. po ju sigurohuni që ta bëni në vende që mund të merrni frymë. Mos merrni. Nëse varet edhe nga Pa. hunda se mund ta kesh pasur edhe me Po probleme. këto nuk mendoj që thëti në një gjë tjetër. Kush janë ju të dyja? Unë kam pasur kompleks. Besoj se dhëmbët. Dhëmbët. Se i kam pasur të shtrembët, do jo tregoj edhe një grafik këtu se do ju sjell një foto që kam pasur. Po, unë nuk preferoj të sjell asnjë foto. Dhe kur Po ka qesha, nevojë shpirt. kur qesha e mbaja dorën kështu. Gjithkohës derisa tani nuk e kam më nuk e kam më këtë kompleks sepse qesh shumë bukur. Sepse vure tela. Po, vura tela. Po si është eksperjenca me tela? Unë kur i vura tela ti mbajta 2 vite e gjys. Se kisha shumë probleme. Dhe mendova se do shpëtoja nga telat, por në të vërtet jo, ishte lufta më e vërtet ishte mbrapa telave, sepse më i mbajta 2 vite dhe kur ditën kur shkova për t'i hequr, thash o zot, nuk do i kem problem, do rri pa tela, domethënë e lumtur. Kur më thot doktoresha që jo, ti duhet vësh maskerina që përdoren për mirëmbajtjen e dhëmbit, që dhëmbi mos të shkojë në Televizi prap. Po, televizi prap domethënë. Dhe një retainer që është vendoset nga poshtë, pra te këto dhëmbët poshtë un kam një tel i vendosur që nuk tregoj. Po si për telin. Jo, sepse për estetik, se unë do isha një VIP dhe në kamera do tregosh. Jo, vendos nga brenda, nga poshtë. Pyetja. Pyetja ime ai vendosur, ai vend retainerat? Se unë për shembull nuk jam me rregull fare, unë nuk i ve. Pikërisht tu doja të dilja. Fillova muajt e parë, unë i vija shumë Tregoj një rregullisht. histori fat. Po. A, më vërtet me mua? Dhe tani, unë kur shkoja për shumë udhtoja, i kem me goca shu, kujtohesha në momentin që kisha arritur te vendi, thoja mos maskerinat. Dhe rria 3 ditë për shembull i harroja dhe dhëmbët e mi lëvizën. Si e shikoni, nuk janë më shumë të Po nuk drejtë. lëvizën për 3 ditë. E disha është diçka që unë të doja ta kisha ditë para se të vija telat, që do të dhëmbi në shpirt. Domethënë 2 gjëra ka. Një që ajo hera që ti shkon një herë që ti shkon çdo muaj, një herë në muaj që të shtrëngosh ato, janë 3 ditët e para, janë 3 ditët më të dhimbshme të jetës tënde. E para kjo dhe e dyta që duhet të hiqa Dhëmballët e pjekurisë. dhëmballët. Si kam hequr? Të katërta. Edhe unë i kam hequr. Pa dal i hoqe? me Po, kirurgji, me operim. dhimbja më e tmerrshme. Do të thotë sentiva dhimbje se Se unë i kam hequr, po i kam hequr mbasi kanë dalë, i kam hequr me shkuli dhe s'm Po kanë nga që dhënë. s'ke pas Por tela nëse ndoshta, doni- sepse tela duhet që të hapet hapësirë, por A, mua s'mi ka kuptoj. sugjeruar kur i kam vendos. Se doni të dobësohen, ju sugjeroj të vendosni tela sepse unë kam rënë 5 kg ato kohë që kam pas tela, sepse vetëm sup haja. Po në një gjë tjetër e madh, do të di gocat për telat? Thjesht asgjë janë cute.
Janë cute. Janë shumë cute, goca që kanë tela. Unë kam thënë Kleas, unë ty nuk ti mbaj mend se kanë qenë fillime dhe ti ke pasur të dukshme duke maskerina. Kurse Klea mbaj mend që fillime dhe i thoya gjithmonë që duke shumë cute dhe ndër personat e rrallë që duken shumë bukur me tela. Kështu të Kleo. Po ti vetëm posti ke, nuk duken from cute. Edhe unë mendoj që realisht nëse jeni duke menduar për të vendosur tela, mos e keni komplet se dukeni shumë cute. Ti ke se atë çaketa tani, ti nga ato gjërat e tua. Unë kam të lindur. Unë nuk kam as bjonde të shtuar, as tela të vendosur dhe hequr. Për kaçurrelat. Për kaçurrelat. As tela të vendosur dhe hequr. I kam vendosur, nuk i kam hequr. Po, i kam florir, i kam ndryshe. Ndihmoj pak komitetin e kaçurrelave. Tani çka këshilla më shumë do don nga unë se për flokët. Tani unë kam një jetë me kaçurrela. Do i tregoj një gjë që ma bënte mami kur kam qenë e vogël, po unë nuk e bëj vetë sepse përtoj. Përtoj, po. Mami më zjente fara lini dhe ato lëshoj një gjë që bëjë si gelatin. Po, dhe nuk kam provuar kur gjë më të mirë se ajo për të mbajtur kaçurrelat. Mirë, po ajo për fytyrën ajo. Jo, nuk është e njëjta. Mirë, po ajo zgjat dikute 5 ditë dhe pastaj do ta ribësh. Edhe të bëjmë këtë proces çdo 5 ditë. Nuk e. Femër në karrierë, s'ke kohë për këto. Business. Edhe e bëja me atë gjithë flokun dhe thjesht e bëja kështu, e thaja dhe është gjëja më e mirë që ju mund të bëni për kaçurrelat tuaja të keni të hidratuara, jo, si thuhet friz? Jo të ngrira. Jo friz. Të shpëpuritura. Friz. Shpëpuritura, të shpëpuritura, është gjëja më e mirë. Pastaj, ca gjëra që mund t'ju them është që merrni sprej kundër nxehtësisë sepse kaçurreli e don nxehtësinë kaq afër në rrënjë dhe digjen shumë. Blini shampo cilësore, mos u gënjeni me ato. 40 lekë? Jo, realisht unë e kam parë diferencën dhe me shampo të lirë dhe me shampo që është për kaçurrelat. Nuk kam nevojë të blej shampo të Jo, thash unë po. Unë e kujtova ty thash po. Blini shampo cilësore për kaçurrelat për të pasur kaçurrela shumë të mira. Mos përdorni shkum, ju lutem mos përdorni shkum se thjesht e tham flokun e bën të bukur për momentin. Po difuzor? Pas 2 ditësh ta mbaroj se jam te procesi i produkteve, pastaj si ti bëjmë kaçurrelat. Shkum mos përdorni sepse ta tham flokun dhe kaçurrelat e tua do përkeqësohen. Mos i laj shumë shpesh dhe nëse hapen dhe bëhen si çadër, thjesht bëj refresh dhe hidratoj. Bëj pak me ujë dhe me produkte sipër, mbajnë shumë mirë pyetje të tjera. Krahasim të shampos 40.000 lekë dhe produkteve aftercare, mund të përdorni një sapun të thjeshtë. Po, merr një sapun 5.000 lekë. Mund të zini morra pas 2 herë. Lari është tjetër muhabet, po. Pyetja është a zure ti ke sjana morra? Jo, nuk zura morra. Pyetja e vërtetë është kush mendon realisht që do ta gjenim dhe morrin te flokët e Kesianës? Ndoshta morrin e Kesianës nuk do ta shohim kurrë as ju, por të paktën shikoni se çfarë bëm këtë herë. Ça bëm? Hajde me Që të blim gjërë? me 20.000 lekë të vjetra. Mi gjithmonë pa buxhet. Kaç përpalloj? 1.500 lekë. Dhe produktet që do blim nuk do jenë më shumë se kjo shifër. Maksimumi 159. Po. Ase ne ja dalim ja dini dhe ju. Po në fakt tu ka dhe sahan dhe gota, pjata. Sahan. What is sahan? Sahan do thotë shahan shumë. Sahan, you look. Sahan është ai aty, ky këtu për shembull, është i madh, pa tas. Tas sahan është gegërish sahan. Unë në fakt do ta marr si forma trupit tim, sepse unë kështu pruhem kur ha shumë. Si dar. Do ti kujtoj vetes që mos ha. Dhe do fu smoothie, Po ti kyso? No, si forma trupit tim. Po ti je me 3 forma. Një cita po 3 cita. 3 cicë. Okej, marrim këta. Okej. O mëra këtë. O sa cute këto. Me ananas dhe me shtry dhe lule. Bukura. Okej. Më pëlqejnë. Ua, marrim dhe një kështu. Jo. Po ju lajmëroj se ditëlindja ime po vjen. Më bën një surprizë me gjithë këto që janë këtu. A ti marrim tani? Ose lodhemi kot pastaj me kërku për Unë thash surprizë ndërkohë. As janë këto, më nuk janë, më nuk janë. Na kam për komentet. Nuk po e vazhdoj për komentet negative. Po e vazhdoj më shumë. Të bukra, i majnë pink si shkon për matit. Ne na duhen kërë, në fakt. Për të hapë roundet. Sa cute ky. Që përsh më matë, se bukur. Tregoj të kamera?
I love it. Sa bukur. Të kreu. Si për paska dhe liga. Dhe marru. Pa i bardhi më i bukur. Paska dhe liga. Me e pink ti Klea dhe na merr dhe të bardhin ne. Jo, 2. Marr një rast. Gocat po flasin për flok, për këra, për gjëra që unë nuk jam fare interesuar. Po të janë për trevo. Pa shumë të bukura këto. Për Na duan gjumë. sepse ne udhtojmë shumë shpesh me goatsin. Bëj qella po. Kemi ko pa udhëtuar me këndrejt. Do udhtojmë shumë shpejt me bluun mendoj unë. Apo pinkun. Haj pink. Pink. Po këto çfarë janë këto shiritat e gjatë? Po zgjedhim Për kur që pa e dhëmë. bëjmë. Okej. I marrim këto pra. Gjë tjetër na duhet? Këto besoj se na duan. Po, këto na duhen për kaçurrel, për onde, Meri. Ti marrë? Po, Meri. Po bukur këto moj, po verë, me ngjyrë. Wow, dhe ato. Vërtet? Flokët e gjata me onde. Janë për dreva. A do marrin sa vaki nuk ka garderoba? Po, i marrim. Hajde Kristal. Va? Fillom te garderoba. E shumë bukura këto Ema. Shumë për zotin, më pëlqen Sa shumë. të bukura. Po të përçoja. Këto janë për vars, kështu për jo, për këmisha ku i vendos. Po që kanë qëtë shumë tuara aty. Sa bërë kjo për shembull. Ço ti zë shampri? Ta vësh tek misha dëlsh. Marrë në iPad vë. Po, ta këto s'të pëlqen? Shive që e qita, shive në sa kjo. Sa bu merr të merr. Xixha. Shiny glider. E ka vetë shumë me xixha. Ma e këtë problem që po tjetër. Ka dhe kështu për make-upin. Ja fut ngoj. Ishte tester. Era kështu nga ajo shin xhama. Jo më sera një që e ka. Shive në parë. Në më herë mirë duket. Po ku ta xixha? Pas ka xixha, ne do të ka në të. Kjo është la make-upet. Kjo është shumë e mirë. Ua po, kjo është për fuçat. Ta marrim. Këtë do ta merrni. Do ta merrni, e vërtet. E bëni me sa për fuçat edhe i gruni këtu edhe i kanë gjithë pasur. Po mua, lip gloss ka? Huda Beauty from Pakistan. Ua, sa e bukur. Edhe këto janë shumë të mira, unë i kam këto. Janë shumë mirë sepse i japin fytyrës reformer. Ah, shumë mirë për puffy eyes, dark Është edhe për të bërë këtë jawline. Në Bangladesh? Ky është gjeli i veshave më i mirë që ju mund të gjeni këtë. Kam një vit e caj që e përdor, që kemi bërë video me Klea në produkte njëllëshi. Është super gel. Super gel. Come and buy this one. Super gel for 150. cream nga. Pas kemi dhe perla këtu, shi sa bukura këto perla. Ua, shi sa bukur kjo është për të vendosur vatët. Po e marrim, se ne na duhet për Merre të këtë shi edhe vatat i mora unë. Këto shtërpik që unë kam vendosur këtu janë, posaçërisht këto shtërpikë që janë këtu. Ju garantoj që këto shtërpik për përditshmëri, një deri në 3. Mund të përdoren dhe janë super fare për përditshmëri. Ju garantoj një super performancë, domethënë ime. E masa lek i paguar për këtë reklam. Okej, se na merr këto. Ua qysha. Fix për ty. Ariana pas kyçan. Ariana, what are you doing here? Nuk kemi goda ti. Si ti? Si dash Unë kam gotën time. Nuk e di kur kam. Organizer skole. Organizers. Okej, jam. Larg. Po ti e çiku i ka lënë. Aferin. Po ka që po merresha me këto. Mund për shkakun se jeni patriotë zjarrt dhe jeni Po blini flamurin. Ja rroj. nëse jeni patriotë të zjarrt, pra që ju doni që Shqiponja të mbizotrojë në Trupin tuaj. për dishmërinë tuaj, atëherë ja, ku e keni zgjidhjen të çetsi juaj mund të vendosni këtë shqiponjë. Marrë vërsi Flori. Sorry. Jo, si quajmë këtë? Gërgëre. Ne këtë i quajmë gërgëre. Edhe fshin tapetat dhe me gërgëre. Dhe gjithmonë e pyesja mami, kush gërgëria? Shërbite. Gërgëria. Me të drejtën, ëh, se për verë për shembull syzet janë aksesor shumë i bukur për të kombinuar outfit, rroba plazhi. Me vërtet? Ma kishin thënë hidh më shumë foto me syze. Ndoshta të duha. Qyqa që kam plus 4. numri. Sa të bëran syt maj. Sa të pëlqen këto, Kristo, ç'të Fljata rozë ti. Ai, si jealous. Look at. Kryesor të kësaj nate. Oh, Të pak të dhjerë. Apo është po baby? është i zemër mos mua më Ma ditë syzeve. fal, nuk e bëj më.
Për gocat që nuk duan t'i bëjnë fund, mund të ngjisin këta. Ua, po. Interesant. Po, interesante, nëse s'duan t'i bëjnë që gjatë. Nuk mungojnë të shqiponjat. Po herma. Vaj, si me shqiponjë. Ashton. Ua, dhe një aksesor tjetër që duhet patjetër në versha. Byre dy këmbe. Në sy këmbe, për shumë ku i vishti rrobat e plazhit edhe dilin plazh me këto, kujdes se mos i humbi në det, se unë kam humbur shumë në fakt. Domos një dy që i ka pas me diamant, dhe Po. domos Araldi i ka humbur. Humbur. Për që kushdo që i gjen. Tu ka një dhe tipsa për nail artist. Look it. Wow, ma bëj pak. I'm trying. E futa. Mora dhe kisa se të dal nga shtëpia tani. Më fal, kjo është pjastër e vërtet? Mund ta provoj? Ti shtri flok? Po. Super. Dhe lang. Po të blesh pjastër. 1500 lekë. Lekë është dhe ke pjastra? Një të hapun, mos rreziko ta prishësh. Për shembull për baluket, për si ke krefur, mund t'i përdorësh. Tani, shifini buzët e mia se shkëlqejnë mora këtë super lip glossin. Sa i bukur. Biçim Diori po. Ua, të jep një kështu. A duhet të ketë tint ky besoj. Ishte shumë i mirë. E morë edhe ti? Po, shumë super. Duket si Real influencers. A dua dhe unë. Tani, shikoni si do shtrim flokun tim me një pjastër 1000 lekë. Shi. A u shtri? Prit. Ah, sa bler ku. U shtri? Ja, po ti e ke kaçurrel me motor, nuk Ai, çihet. nuk u shtri? Apo vetë. Ndoshta du dalem të nxehet pak më shumë. Ndoshta, se kështu punën e bë ka, domethënë. Punën e bë, kam rri kaçurrel. Nuk është për flokët tutje, kjo është për tutje kaçurrel. Po mirë tash shihim. As pjastri normal nuk t'i shtrin ty. Nice, si përfundim do marrim 4 si këto. Pa, shumë të bukur këta. I love it. Unë do fat do marr me një të kuq. I doli fstikat! Provoj një herë të kuqe si është. Shife? Për buzave? Provoj të një herë të buza jote. Buza, djalo. Ja, s'kuptohet super asaj. Se e marr dyja. Okej. Mirë të A tjetër ose kja? Jo. O flas, ka tjetër si kjo? Pyete se mos ka. Më fal, a ka tjetër si kjo? Okej. Na kontaktoni. Më tepër. Ta provojmë çka buzat e këtë të kuqin? Jo. Mos e ke bërë? Mojti. Do të është 20 euro, po 1500 lekë. Po, me të thënë drejtën nga larg nuk duket si diçka e lirë, duket shumë i shtrenjtë. Mund të afshi këto shtrimet. Edhe Ti mos i fshi fare, veç lek të lip glow edhe të tjerat. edhe askush do kuptoj çfarë është në vërtet. Ikim goca, marrim të dhe ikim? Ikem. Po pëlqejnë shumë. Vëjmë pat pagesën? Më nuk kemi marrë. Jo, me ose shumë s'janë, po tamam janë. Dhe një 500 lekë. Ne do ta shohim sa lekë shkojnë, në nëse shkojnë shumë ta heqim dhe 100. Faleminderit. A bëj? 15. Gjithë to 15? Shtrenjtë, super lirë, gjithë të gjëra 15. Kemi pak shkëputje publicitare nga shopping. Me qep dhe domate. Se Kejsena do haj. Unë dhe Ema nuk do ham, sepse jemi me dietë. Klea është në botën e vetë gjithmonë, okay. Ti na thut ti se kanë bler Louis Vuitton. Milano? Ha mi goca, pse heti sikur keni bler. Të gjitha dinë që keni bler gjëra 1500 lekëshe. Gjëra 1500 lekë, plus shok ishte. Tani, para se zbulojmë se çfarë sekreti kam treguar këtë herë. Nëse doni të shihni se çfarë do provojmë ne në vazhdim, duhet të bëni patjetër subscribe këtu poshtë. Subscribe! Hi! Atëherë unë do bëj tani një make-up për të gjitha gocat që kanë make-upin për herë të parë, pra janë fillestare, duke mos përdorur as sponge, as furça, pra një make-up shumë të thjeshtë që mund ta bëni vetëm me duar. Tani, duke qenë se do ta përhap me duar, unë sot nuk do përdor fondatin,
Po do përdor një BB cream që është shumë kollaj për të përhapur edhe me gishta. Tani si thash, kjo është shumë e lehtë dhe mund ta përhapni vetëm me duar. Dhe krijon një smooth natyral pa u dukur sikur ke vënë vendosur llaç ose fondatim të trashë, sidomos tani në verë që edhe djersisni. Po ta shikoni, ky BB cream duket shumë natyral dhe thjesht sa heq pak imperfeksionet e lëkurës, por nuk është se mbulon 100%. Kështu që nëse keni lëkurë të pastër, por edhe nëse nuk keni lëkurë të pastër, unë ju sugjeroj që tani në verë të përdorni vetëm BB cream, jo fondatim. Sa bllokoni dhe porët dhe lëkura nuk merr fare frymë. Atëherë, mbaruam me BB creamin, tani do të vazhdojmë me shumë pak concealer. Edhe këtë do ta përhap me gishta. Mendoj që concealeri është opsional, nëse nuk keni shumë rrahtësim, për shembull, nuk është se kam shumë, ndonjëherë kur duken syt shumë të lodhur, mund ta vendosni. Në të kundërt mjafton të thjesht BB creamin dhe it's okay. Kështu duket. Tani do luaj pak syt me rimel. Unë kam shumë kohë që nuk i bëj më që pikët në verë, sepse nga hera fundit para 2 vitesh më ram shumë dhe më dëmtuan, kështu që tani preferoj thjesht t'i lyej, ose kur kam ndonjë xhirim pak më të rëndësishëm, i ngjis shumë pak në fund, pra me bisht. Në të kundërt në përgjithshmëri thjesht i lë kështu. Oh, erdhi Ema. Ema më solli kremin hidratues, po unë tashi kam kryp unë. Shife Ema me make-up, pa dhe Ema tërgoj pak make-upin? Wow, diva asla. Ja, më shpejt shpejt, ha? Ja, buke shumë. Vëmbët i ke pa buskuq? Gjithmonë. Po çfarë kam të kështu? Thank you. Tani lym çerpikët. Unë do përdor lip gloss. Kjo është shumë i bukur. E morë me gocat. E kemi match të gjitha. Ka dhe pak tint. Tani, me qenë se lip glossi ka pak tint, unë do ta vendos dhe pak fare si blush. Dhe do ta përhap edhe këtë me gishta. Çdo gjë me gishta. Oh my god, sa e bukur kjo! Ua, shumë i bukur ky! Shite? Sa natyral? Aj, të bukur! Lush. Lush. Wow! Wow, që sa bukur! Sa bukur! Orë kutia që duke veç bukur. Lip tints për mollzat. I love it. Tani unë nuk do t'i shtoj asgjë tjetër, sepse siç e thash të bëj make-upin më bazik vetëm me duar, pa asgjë tjetër. Ndoshta mund të bëj pak overline buzët. Tani unë dua që këtë make-up ju ta provoni në shtëpi, të nisni fotot e gocit dhe ne do t'i bëjmë repost në Instagram. Muah, ju dua. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pa, Atëherë duhet të shtyni butonin e kuq poshtë për subscribe.